problem. Nëse doni një element të mirë vetëm për këtë, më e mira dhe më ushqyesja për këtë element, ndoshta edhe për tjerët, është pikërisht sperma e mashkullit, e cila mund të vendoset në fytyrën e një femne, për shembull, them, se dikush tani ti ndoshta po çuditesh dhe po ngelesh pak kështu. Po ka bazë shkencore se kam lexuar si trend në rrjetet të ndryshme sociale, po sa e vërtetë. Po duam mund të bëni një temë, po si sa e vërtetë, unë t'ju shpjegoj në mënyrë të detajuar, po kemi vetëm një minutë, çfarë përmban ky material? Të gjitha mineralet jetësore që ka një mashkull, nëse është ushqyer mirë dhe është mirë, atëherë të gjitha materialet jetësore që ka ai të mineraleve i ndodhen pikërisht atje. Edhe është nga rigjeneruesit më të mirë dhe në historinë tonë njerëzore shumë femra e dinë këtë gjë, kështu që nuk ka nevojë ta them vetëm unë se e kam përdorur historikisht. Jo tani, po edhe kohë më parë e kam përdorur për të rregulluar të gjitha problemet e lëkurës. Pra nuk qen ka një mit, ka dhe baza shkencore përdorimi. Do bëjmë një temë kur doni ju që t'ju andaj saktë në të drejtë. Okej, në rregull. Është vërtet një rigjenerues i jashtëzakonshëm, nëse doni vetëm një rigjenerues, nëse doni pastaj një krem që do ta bëni në shtëpi tuaja, atëherë mund të përdorni dyllin e bletës të ndërtuar me livandon e freskët, me pak vaj kokosi dhe vaj ulliri, të cilët treten në banjomari, shtohet shumë pak. Ose do ta bëni me këtë dyllin e bletës, ose përndryshe do përdorni harova tani për ta përgatitur që të krijohet një lloj kremi. Jo vaj esencial, është një krem që edhe unë e kam pasur këtu afër vetes, por nuk po gjejmë dot tani. I harova dhe, mi stallësit, më falësh, dhe përzierja me vitaminën E, që hidhet në fund fare, disa kapsula vitaminës E, gjithsej për të përdorur në lëkurë për të rregulluar sidomos pas plazhit. Edhe përdorimi po ashtu edhe aloe verës të freskës përsëri pas plazhit. Po ashtu i lëngut të kastravecit me aloe vera të gëshetuar pas plazhit. Pas plazhit nëse keni mundësi, fruta me antioksidantë siç janë boronica, rrushi ose shega, nëse është e mundur. Dhe nëse është e mundur pas plazhit të drekës të kemi një qetësi pak të 1 orë 30 minuta për gjumë. Kjo është një nga balancuesit më të mira të lëkurës, se do stabilizoj hormonet, do të rregullojë të elementë të tjerë. Qartë. Altin, shumë faleminderit për bisedën e sotme. Çaji i jeshil është shumë i mirë, mos harroni çaji i jeshil. Çaji i icrës është shumë i mirë. Aloe vera, cerebela është një balancuese e jashtëzakonshme dhe kombinimi i çajit melisës me kamomilin që mund të konsumohet nga dreka dhe gëshetimi, vaj ulliri, vaj liri, vaj rrushi. Të treja bashkë, të kombinuara bashkë dhe ujë me limon që mund të pihet sidomos mëngjeseve për ta modifikuar, ushqyer, balancuar edhe sistemin, edhe tonifikuar gjithë lëkurën dhe ndryshyra, lëkura ka filluar për të ndryshuar vetë. To punojnë, lëkura fillon ndryshon vetë gradualisht.